Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi ka bërë thirrje faktorit politik shqiptar për unitet dhe masa urgjente kundër emigrimit. Gjatë samitit të diasporës, Gashi e cilësoi ikjen e të rinjve si një gjakderdhje demografike. Ai deklaroi se mungesa e shpresës po detyron mendjet më të ndritura të braktisin vendin. Sipas tij duhet një strategji e përbashkët për të kthyer procesin në favor të vendlindjes. Gjakderdhje, po them, demografike që po na ndodh viteve të fundit, kryesisht tashmë për arsye ekonomike, por edhe për arsye të mungesës së sundimit të ligjit, të zhvillimit demokratik të institucioneve, të politika arsimore, shëndetësore, kulturore, duhet t'i gjejmë një zgjidhje për shkak se nëse vazhdojnë këto trende, situata në vendet tona do t'jetë alarmante. Viteve të fundit, ajo që e karakterizon edhe më shumë shpërnguljen është ikja e trive dhe ikja e trive më të mirë. Me përgatitje më të mirë, studentët më të mirë, njerëzit që kanë performansat më të mira po na ikin. Dhe kjo është një humbje jashtëzakonisht e madhe për shoqëritë tona, për shtetet tona. Andaj mendoj se nëse duam ta bëjmë rilidhjen me ata njerëz, e para që është e domosdoshme dhe imanente, mendoj se duhet të fokusohemi urgjentisht në ndërtimin e politikave të cilat do ta ndalojnë këtë gjakderdhje demografike që po na ndodh. Duhet patjetër të gjejmë mekanizma si i ndalim njerëzit këtu. Dhe pastaj në fazën tjetër mund të ndërtojmë edhe politika të cilat krijojnë kushte në vendet tona që edhe do të kthehen të rinjtë tanë. Në të njëjtin panel, kreu i grupit parlamentar socialist Tauland Balla u ndalte forca politike, emigrantëve dhe suksesi i votimit me post në zgjedhjet e fundit. Balla vlerësoi arritjet e shqiptarëve në arenën ndërkombëtare, si në rastin e kandidatëve në Michigan, ndërsa kërkoi që partitë politike në Shqipëri të hapin listat për përfaqësuesit e diasporës. Rezultati i zgjedhjeve ishte i rëndësishëm, po më e rëndësishme ishte fakti se shqiptarët diasporë votuan. Në 2029, kur shqiptarët e diasporës do duhet votojnë përsëri për parlamentin shqiptar, kemi kohë mjaftueshmërisht për të përgatitur, edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të lejuar më shumë kohë. Dhe natyrshëm që partitë politike duhet i japin më shumë hapësirë përfaqësimit të diasporës. Unë jam shumë krenar si pjesë e shumicës parlamentare që brenda në grupin tim parlamentar të kem prej atyre që erdhën nga diaspora, konkuruan dhe fituan dhe janë antarë të Parlamentit të Shqipërisë. Por më shumë duhen përfaqësues nga diaspora në Kuvendin e Shqipërisë, sigurisht se më shumë shqiptar duhet t'i mbështesim kudo që ata jetojnë, të jenë përfaqësues të vendeve ku jetojnë, por dhe përfaqësues të Shqipërisë dhe çështjeve tona kombëtare. Besoj që këto dy orientime dhe këto dy drejtime kryesore duhet i kemi pjesë të një qasje të re për më shumë përfaqësim të shqiptarëve kudo që ata jetojnë. Të dy zyrtarët ranë dakord se pa njeriun si fokus kryesor, çdo politikë shtetërore mbetet e pakuptimt, duke kërkuar që diaspora të shihet si avokati kryesor i çështjes kombëtare.